Farë tha Aroni, e falenderojmë për zemërsisht për laborimin që abone në aspektin psiqeke, në aspektin shëndetësor muaj të bekuar të Ramazanit. Do të kisha thënë se agjerimi është një ndërhyrje kirurgjike, do të thonë pa brisk fare. Allahu fuqiplot nëpërmjet agjerimit padyshim që pastron shëndetin ton, pastron të menduarit ton, mirë po kur po flasim për obligimin se kush lejohet nëse zgaboj ishte pyetja apo? Po. Kush lejohet që ta ndërpres agjerimin, Allahu fuqiplot nuk na ka obligu asnjërin prej nesh me asnjë obligim, me asnjë adhurim që është e rëndë dhe është e paralizueshme për gjithë secilin prej nesh. Në një ajet të Kuranit të madhnueshëm, i madh Zot fuqiplot thotë: "La yukellifullahu nafsan illa wusaha." Allahu nuk e ngarkon robin e vet për te mundësisë së tij. Edhe realizimi i agjerimit duhet të ketë shëndetin, çdo agjerues dhe agjeruese. Mirë po me momentin kur shëndeti na privon, ne jemi të liruar nga muaji apo nga agjerimi i Ramazanit. Edhe pse jemi të liruar nga agjerimi i Ramazanit, ne nuk jemi të liruar nga respekti i muajit të bekuar të Ramazanit. Sepse respekt mund t'i bën edhe ai i cili nuk ka shëndet të mirë. Si mund t'i bën respekt duke mos dalur edhe të konsumoj ushqim haptas, duke respektuar muajin e Ramazanit në forma të tjera nëpërmjet lutjes që i Madhi Zot ta shëron shëndetin e tij, ta përmirëson gjendjen e tij shëndetësore e kështu me radhë. Po sido që t'jetë nga muaji i bekuar i Ramazanit, konkretisht nga agjerimi, lirohen ata njerëz të cilët kanë sëmundje kronike dhe shëndeti i tyre është i papërmirësueshëm. Këta njerëz lirohen tërësisht nga muaji i bekuar i Ramazanit, është fjala për me realizuar agjerimin. Po. Ndërsa ata të cilët kanë ndonjë sëmundje, për shembull kokëdhimbja apo ndonjë pengesë tjetër, nëse ajo realizohet nëpërmjet ndonjë injeksioni i cili nuk është ushqyes, vazhdon agjerimin. Mirë po nëse i duhet një trajtim pak më i thellë, po supozojmë do të shtrihet në spital të merr infuzione e kështu me radhë, lirohet nga agjerimi për atë sa ditë sa nuk e ka shëndetin e mirëfillt. Me momentin që vije shëndeti, e ka obligim agjerimin dhe ditët e humbura i ka obligim që t'i kompenzon pas muajit të bekuar të Ramazanit.